Tensionet në zonën e Baks-Rjollit në Velipoj nuk janë thjesht një përplasje mes protestuesve dhe policisë, por një shembull i qartë i përdorimit të tepruar të forcës nga ana e institucioneve të rendit. Banorët që dolën për të mbrojtur tokat e tyre janë dhunuar në mënyrë të papranueshme, përfshirë edhe gra, ndërsa një prej tyre përfundoi në spital për shkak të lëndimeve. Ky veprim i policisë ngre pyetje serioze mbi mënyrën se si zbatohen ligjet dhe për respektin ndaj qytetarëve, veçanërisht kur ata ushtrojnë të drejtën e protestës pa dhunë. Ndërhyrja e policisë duket shumë si një mjet për të mbrojtur interesat e një investitori privat, sesa për të garantuar rendin publik. Forcat e rendit nuk janë treguar të kujdesshme për të mbrojtur qytetarët, por kanë zgjedhur të imponojnë një pushtet të dhunshëm mbi ta, duke e kthyer detyrën e tyre në një mjet për t'i intimiduar dhe jo për t'i mbrojtur. Ky lloj përdorimi i forcës nuk është vetëm i papranueshëm ligjërisht, por edhe moralisht i diskutueshëm, duke cënuar besimin e qytetarëve tek institucionet e rendit. Për më tepër, ky incident tregon një problem më të gjerë, mënyrën selektive me të cilën policia ndërhyn në raste konflikti mes banorëve dhe investitorëve me fuqi ekonomike ose politike, në vend që të veprohet me neutralitet dhe drejtësi. Efektivët e policisë duket se bëhen palë me biznesmenët dhe firmat ndërtuese, duke i dhënë përparësi interesave private mbi të drejtat e qytetarëve. Kjo nuk është e parë që qytetarët e Rjollit ose të zonave të ngjashme përballen me dhunë dhe intimidim nga policia për shkak të konflikteve mbi pronën dhe ndërtime të diskutueshme. Kjo situatë kërkon reagim të menjëhershëm nga autoritetet më të larta për të garantuar që forcat e rendit të mos shndërrohen në vegla të dhunës për interesa private, por të qëndrojnë si mbrojtës të qytetarëve dhe ligjit.